Mbase jemi në luftë dhe nuk po e kuptojmë akoma. Sepse që t'jetë një luftë që t'quhet botërore, duhet që të përfshijë disa kontinente. Po. Dhe duhet përfshijë disa fuqi të mëdha. Se kanë filluar lajmet to janë shtetet më të sigurta nëse fillon lufta. Kanë filluar këto, kanë filluar dhe këto gjas me goditjet sikur i bëjnë me AI, domethënë që ta them definicionin, pra që t'jetë luftë botërore duhet të jenë disa kontinente dhe duhet të jenë disa fuqi të mëdha që të përfshihen. Po. Po më të mëdha janë përfshirë më? Fatikisht tani janë përfshirë, nuk janë përfshirë përballë njëra tjetrës. Po. Por janë përfshirë. Po. Rusia është përfshirë me Ukrainën. Po. Shtetet Bashkuara janë përfshirë me Iranin. Dhe janë dy kontinente, në Evropë edhe në Azi. Po flasin fuqitë e mëdha, se tani Izraeli është fuqi lokale. Çmimet Kacafiu. Kështu që njëkohësisht shikojmë që ushtar korean, Koreas Veriut shkojnë dhe luftojnë në Rusi. Kina njëkohësisht ndihmon Rusin. Në ana tjetër Kina ndihmon Iranin, në ana tjetër Shtetet Bashkuara ndihmojnë Ukrainën. Indonezia, New Zelanda, në një moment caktuar Argentina, kanë ngelur Afganistani me Pakistanin, janë fut tanket e Pakistanit me kilometra në kufirin brenda. Ata janë fuqi rajonale, po themi këto që janë fuqi botërore, se fuqitë botërore është Okej, Mirela, si të duket? Që ka përshtimin që mund edhe të ketë filluar lufta. Unë mendoj në një këndvështrim tjetër, sepse mendoj në momentin që Irani... Duke pritur. Jo, ne duke pritur ato që quhet legal definition, do të thonë pas na 20 vjetësh e librat e historisë do thonë sa budallënj ishin ata, kishte filluar luftat ata. Po as dinin asgjë. Po e çuditshme Ralfo, njerëzit nuk i bën përshtypje fare, or ka filluar lufta, punë e madhe, të bëj çfarë duhet. Po e kupton, domethënë njerëzit janë me një psikologji kështu. Eksaktësisht, kjo është eksaktësisht përgatitja e terrenit që çfarë do që të ndodhi ne nuk befasohemi më. Fare more. Asnjë siguri. Po edhe lufta, edhe në luftën e dytë, para luftës dytë botërore, kështu filloi, po s'dua t'ja marr zonjës Mirela fjalën. Atëherë, në momentin që Irani me regjimin e Khameneit e vendosi Islamin si islam politik, sigurisht që Amerika dhe Izraeli u shqetësua për këtë, sepse u krijua një lloj